natyrshme të flej edhe i flen më shumë shtratit të PDK-s. Po, fakt, në edhe si koalicion a shkrirja si dush, besoj që si koalicion do t'ishte edhe një triumf jo vetëm i PDK-s, edhe i Betiri Homsës ta themi nëse zgjidhet kryetar, po do t'ishte triumf edhe i Fatmir Limës, kthimi triumfal, sepse mendoj që këtë edhe e ka pritur, ka qenë e pritshme prej 2 taboreve të votuesve, qoftë tyre të nismës si të dalurit, renegatët e PDK-s. Kretja kanë frikën Fatmir Limës me shtin koalicion, qof shkrirje se çka do qof. Sepse nuk ka rëndësia a çun koalicion a çun shkrirje. Sepse edhe nëse shkrihet Fatmir Lima në PDK, ai ka një 4-5 figura të veta që i gjen që ishte listë, edhe lobon për to qysh në Fatmir Lima me lobu, e i merr edhe 5-6 deputet, krijon grup parlamentar, edhe pastaj nuk është çudi që masanai lëviz, pse ka vjen noti ty të mos. Po jo marr s'është puni noti, është kjo realitet që ka ndodhur. Edhe para zgjedhjeve të nënshkutit. Qysha, po dashka zoti Lima mos me lobu për kandidatët e vet. Jo, se shkrihesh, loja do të bëhet. Për me qenë tamam